Në më të rritë emisioni 60 minuta. Se cilat janë pasojat nga mos konstruimi Kuvendit Kosovës e formimi institucioneve pas më shumë se 3 muajve të përfundimit të zgjedhjeve dhe a jemi futur në një krizë të thellë politike në mungesën e një marrëveshje e dialogu politik mes partive politike. I diskutojmë pas pak në studio me Melos Kolçin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Por në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. Speciali interviston Ministrin Peci Bastisën, Ministria Bujqësisë e 3 lokacione tjera me dyshime që lidhen me dhënien me qirat të fabrikës për mbetjet shtatore. Kuvendi nuk arrin të konsultohet as pas përpjekjes së 22 me radhë. Partitë vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për ngërçim politik. 120 karike të zbrasta vendosen para kuvendit. Përmes aksionit simbolik, shoqëria civile pasqyron papërgjegjësinë e deputetëve për mos konstruimin e kuvendit. Parada në Liverpool do të vdekur 50 persona pasi një vetur për plasët në turmën e tifozëve që po festonin. Arrestuar i dyshuari. Ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci është intervistuar nga organet e hetuesisë pas aksionit të policisë të mbajtur këtë të martë për çështjen e tenderit për funksionalizimin e objekteve për përpunimin e produkteve shtazore. Për të kuptuar detajet për këtë bastisje dhe gjithashtu intervistimin e ministrit Peci, do ta kemi pas pak në linjë direkte kolegën ton Donisa Fazliu, e cila po përcjell këtë intervistim, ndërkohë gjatë ditës prokuroria ka konfirmuar bastisjen në 4 lokacione. Prokurori rastit Admir Shala në një deklarat për media nga AZP-ja ka thënë shkurt se prokuroria speciale ka nisur hetim lidhur me dhënien në shfrytëzim me qirat të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore. Ai ka thënë se aktualisht janë në fazën e hetimeve, ndërsa detajet do të bëhen të ditura më vonë. Siç ka thënë ai, bastisje po kryen edhe Ministrinë e Bujqësisë, në Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari dhe në lokacionin e kompanisë përfituese të kontratës. Por për të kuptuar detajet e tjera nga këto bastisje dhe ky intervistim, tani e kemi kolegën ton Donisa Fazliu. Atëherë Donisa, përshëndetje dhe cilat janë informacionet e fundit? Përshëndetje Donik për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Atëherë lajmi i fundit është se këto krime të rënda të hetuesisë po intervistojnë edhe kryeshefin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë lidhur me tenderin për funksionalizimin e objekteve për mbetjet shtazore. Këtë për kohën e ka konfirmuar vet avokati i kryeshefit të AU-vit, zotri Artan Qerkini. Paraprakisht ne kemi biseduar me të dhe ai është parë derisa ka hyrë brenda zyreve të policisë Kosovës. Ai ka treguar se pas intervistimit të tij do të jap edhe në një prononcim për media. Por intervistim këto në polici para krimeve të rënda ekonomike është duke dhënë edhe Ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci, i cili është duke u intervistuar nga krime të rënda lidhur me dyshimin për tenderin e funksionalizimit të objekteve për mbetjet shtazore. Fillimisht para intervistimit të tij, i cili është duke zgjatur gati rreth 3 orë dhe ende nuk ka përfunduar, Policia e Kosovës në koordinim dhe me autorizim të Prokurorisë Speciale të Kosovës ka kryer bastisje në 4 lokacione të cilat janë kryer bastisje gjatë të ditës, ku prokuroria dhe policia kanë mbledhur prova të mjaftueshme, janë Ministria e Bujqësisë, janë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës, Agjencia e zhvillimit bujqësor, si dhe kompania përfituese e tenderit për funksionalizimin e mbetjeve shtazore. Në vendin e ngjarjes, pra tek Ministria e Bujqësisë, është parë edhe prokurori special Admir Shala, i cili para mediave ka thënë se është duke u bërë pra një hetim lidhur me keqpërdorime për këtë tender. Ai nuk ka dhënë shumë detaje, me që sipas tij janë në një proces hetimor dhe nuk mund të prekin procesin lidhur me deklarimet që mund të bëjnë. Ai ka thënë gjithashtu se këto bastisje janë duke u kryer në koordinim me gjyqtarin pra e procedurës paraprake. Gjithashtu
në një përgjigje për kohën, Ministria e Bujqësisë ka thënë se janë në gjendje që të japin çdo detaj tek autoritetet e rendit. Po ashtu për bastisjet në këto 4 lokacione ka reaguar dhe Ministrja në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila ka thënë se beson në punën e mirë të ministrit në detyrë të bujqësisë Faton Peci. Aja ka thënë se po bëhet një punë dhe një plan i dëmtuar kundër ministrit Faton Peci dhe kundër qeverisë Kurti. Pra intervistimi i ministrit në detyrë të bujqësisë Faton Peci dhe kryeshefit të AU-vit është duke vazhduar këto nga hetuesit e krimeve të rënda ekonomike. Ne do të qëndrojmë dhe do t'ju informojmë për çdo gjë të re që ndodh këto. Studio? Atër Donisa, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione. Dërsa ne edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera, ku edhe për herë të 22 ka dështuar konstituimi legislaturës së nënt. Vazhdimi së martës i seancës konstituive u ndërprej me njëherë pasi nuk u arrit formimi komisionit për votim të fshet të kryeparlamentarit. E pasaj përfaqësues partive politike ia bardhën faj njëra tjetrës, teksa asnjëra nuk e mori përgjegjësinë për ngërçin e krijuar. Përfaqësues të taborëve politik sërish fajsua në njëri tjetrin për dështimin e radhës në konstituimin e legislaturës së nënt. Të martën u përmbyll pas suksese dhe vazhdimi 22 i seancës konstituive dhe i 14 për formimin e komisionit për zgjedhjen e kryekuvendarit nëpërmjet votimit të fshat. Deputet të PDK-s, LDK-s, AK-s, nismës e listës serbe, edhe kësaj radhe refuzuan të bëhen pjesë e këtij komisioni, teksa ata të vetëvendosjes dhe një pjesë e atyre të komuniteteve jo shumicë votuan pro formimit të tij. Ndërpritet seanca. E pas përfundimit të seancës, që zgjati vetëm pak minuta në një ngjarje larg kuvendit, kryeministri në detyrë e kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti tha se përgjegjësia për konstituimin e legislaturës së re u takon të gjithëve. Pra fituesi e ka përgjegjësinë për ta formuar qeverinë, ndërkaq për ta konstituar kuvendin, përgjegjësinë e kanë që të gjithë deputetët. Dhe po bëjnë gabim që po e pamundsojnë kworumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje e votimit të fshehtë ndodhet e adresuar tek gjykata kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë të tyre. Por deputet të PDK-s e LDK-s përgjegjës për dështimin e bën Kurtin dhe partinë e tij. Blokada e institucioneve të Republikës së Kosovës ka emrin e Albin Kurtit dhe Albulena Haxhiut. Edhe një herë bëjmë ftesë për reflektim. Qytetarët na kanë votuar për t'i adresuar problemet dhe sfidat e tyre, e jo për të përmbushur egot dhe kryenetësinë. Kosova është më e madhe se secili prej nesh. I ke 48 deputet, edhe në çfarë fuqie politike është me pas 48 deputet. Dhe nuk jenë gjendje me ul me dikën, me bos zgjidhje për me bos shumicë, dhe thua që kjo s'është urgjencë, kjo tregon qartë se çfarë gjendje jemi. Prandaj mos prit deri edhe kësaj magjisë s'mund të bëj gjë të tilla. E kryetari i AK-s Ramush Haradinaj i përsëriti opsionet e ofruara për dalje nga blokada institucionale. Shpari kemi dhënë mundësinë me votue një kandidat VV-sh, po që na bashkon me votë, edhe kemi dhënë emra. Pastaj po ashtu e kemi bërë edhe një veprim dytë, ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese me qëllim që dalim nga kjo gjendje. I gatshëm për bashkëpunime me lëvizjen vetëvendosje u shpreh dhe të martën kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj, por theksoi se gatishmëria vlen veç për kuvend e jo edhe për qeveri. Nisma është e gatshme, partneritet, ashtu në partneritet në parlament. Pse jo në qeveri? Sepse kemi arsye tonë, tani për ta nuk kemi të çuar për qeveria ashtu siç kemi. Në vazhdimin e 22 të seancës konstituive të pranishëm në sallë kanë qenë 109 deputet nga 120. Prej tyre 55 morën pjesë në votim, 54 votuan pro formimit të komisionit zgjedhor që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë të kryekuvendarit, ndërsa një votoi kundër. Seanca e radhës është caktuar për të njëjtën me fillim nga ora 11.
Përfitime për bizneset familjare është oferta që lëvizja vetëvendosje u ka bërë disa deputetëve të LDK-s në këmbim të bashkëpunimit, ka thënë deputeti i LDK-s Anton Quni, derisa ka pranuar se edhe vetë ai është kontaktuar nga vetëvendosje. Quni ka thënë se deputetët e LDK-s do që përmbahen qëndrimeve të partisë, por diskutimet me deputetët e LDK-s normale e legale i konsiderojnë në lëvizjen vetëvendosje. Kontaktohemi nga zyrtarët e vetëvendosjes, kontaktohemi nga ndërmjetësuesit e tyre. Por është fakt se dy deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në një fokus të veçantë të interesimit të autoriteteve të vetëvendosjes. Mbetet në diskrecionin e atyre që vetë të deklarohen. Kur shantazhohet dikush do të më shku me denoncu në prokurori. Nuk e di përbes për çka po flet, nëse u shantazhon dikush, janë organet e drejtësisë që mirën me ta, cilët kanë deputet që i kemi kontaktu. Na kemi quë edhe letër, ofertë LDK-s komplet partisë për me bo një koalicion. Kështu që nëse ka diskutime mes deputetëve, kjo është krejt normale. Milon Milenković, që njihet me Novkën Lune, është mbrojtur në heshtje lidhur me akuzat për sulm terrorist ndaj zyrës së Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Mitrovica të Veriut. Lune është një nga 4 serbë që akuzohen për sulm me granadore dhe mjete të tjera shpërthyese ndaj zyrës së KKZ-s. Në seancën gjyqësore të mbajtur më 2 maj janë prezantuar fotografi, video inqizime e biseda. Prokurori special Becem Kodraliu pati prezantuar 14 raporte të policisë, të cilat sipas tij e vërtetojnë koordinimin mes të akuzuarve gjatë kryerjes së sulmit. Në provat e prokurorisë është treguar si akuzuari Milenković ka kërkuar të shtihet me armë në drejtim të tij dhe të veturës së policisë në rast se arrestohet. Përfaqësues të shoqërisë civile nëpërmjet një aksioni simbolik një orë para vazhdimit të seancës së 22 konsuive shprehen pakënaqësi për bllokadën e krijuar në Kuvend. Tek bën thirrje për krijim të institucioneve, ata i kritikuan deputetët për mungesë të vullnetit për dalje nga ngërçi politik. Këto alarme që u aktivizuan për një herësh dhe 120 karriget e zbrasta që mbanin nga një mesazh për secilin deputet, u vendosën para objektit të Kuvendit një orë para nisjes së përpjekjes së 22 për konstituimin e legjislaturës së re. Ky aksion simbolik u organizuar nga organizata të shoqërisë civile në shenjë pakënaqësie me bllokadën e krijuar në Kuvend dhe për ta pasqyruar papërgjegjësinë e ligjvënësve. Eugen Cakolli, menaxheri i programit në IKD, thotë se në këtë formë shoqëria civile kundërshton normëzimin e krizës institucionale. Përveç karrigeve, sot kemi vendosur edhe ora simbolike, të cilat përfaqësojnë alarmin që është ndezur në fakt prej kohësh, por që shumica e deputetëve fatkeqësisht nuk është që po e marrin parasysh dhe përkundrazi po e injorojnë tash mbi 3 muaj. Alarmi po ashtu tregon kohën e cila po na ikën që nga anë shkurti kur janë mbajtur zgjedhjet, kur është dashur që subjektet politike që të fillojnë diskutimet për formimin e institucioneve. Cakolli i bëri përgjegjës të gjithë deputetët për mungesë të vullnetit për dalje nga bllokada në Kuvend. Ne dim që ka pasur justifikime nga të gjitha subjektet politike për procedura, interpretime ligjore, mungesë të gatishmërive, inate nga e kaluara dhe premtime të tyra, por asnjë prej tyre nuk e mbulon faktin që vendi nuk ka një kuvend funksional dhe se institucionet janë jashtë funksionit tyre kushtetues. Erezarta Delibashzade Krasniqi, drejtore ekzekutive në Demokraci Plus, u bëri thirrje ligjvënësve që t'i bëjnë zgjidhje ngërçit politik. E shfrytëzojmë rastin të bëjmë thirrje të gjitha partive parlamentare që të kenë një dialog dhe një kompromis me një agjendë të vetme, e cila është interesi publik dhe interesi i qytetarëve që të kemi një kuvend funksional. Përfaqësues të shoqërisë civile paralajmëruan aktivitete më të zëshme derisa situata në Kuvend t'i kthehet normalitetit.